Përshëndetje, sot do të flasim për ligjeratën e shdrejtës. Ligjerata e shdrejtë janë fjalët tona ose të një tjetrit të riprodhuara duke u ndryshuar forma. Duke kthyer ligjeratën e drejtë në të shdrejtë, ndodhin këto ndryshime. Pjesa lajmëruese kthehet në pjesë kryesore të fjalisë së përbërë, ndërsa pjesa përmendëse kthehet në pjesë të nënrenditur filluese. Një shembull, jeta ime i përket atë dheut, tha djaloshi me zë të lartë. Djaloshi i tha me zë të lartë se jeta e tij i përkiste atë dheut. Djaloshi i tha me zë të lartë është pjesa kryesore, ndërsa kjo se jeta e tij i përkiste atë dheut është pjesa e nënrenditur filluese. Hiqen dy pikët, thonjzët dhe shkronja e madhe e fillimit të ligjeratës së drejtë. Shtohen lëzët filluese se dhe që. Plaku tha, Rufeja s'merr lej kur qëllon. Plaku tha se Rufeja s'merr lej kur qëllon. Ndryshon veta e premrave vetor e pranor, si dhe veta e folive. Për shembull, Ganiu u gajase qeshuri dhe u shpreh, po ti paske punuar shumë sot o Skënder. Ganiu u gajase qeshuri dhe i tha Skënderit, sa i paskesh punuar shumë sot. Veta e dytë e premrit ti kthehet në vetën e tretë, së bashku me atë të foljes paske në paskesh. Përshtatet koha e foljes në pjesën kryesore me atë të pjesës së nënrenditur. Koha e tashme kthehet në të pakryer, e ardhshme kthehet në të ardhmen e së shkuarës. Foljet e mënyrës urdhërore kthehen në mënyrën lidhore.